Drejtuesi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës Bujar Leskaj, si dhe kandidati për deputetet Monfetau, zhvilluan një takim me demokrat dhe banor të Babicës. Leskaj tha se takimet me banor të Babicës janë gjithmonë dashamirëse, të sinqerta e mikpritëse. Në takim u bashkëbisetua për problematikat e zonës, mungesën e infrastrukturës, ujin e pishëm, shërbimet bazike që mungojnë, bizneset e mbyllura dhe shpopullimin e zonës, sikurse paraqitën pikat themeltare të programit të Partisë Demokratike si alternative vetme qeverisë. Sipas Leskajt, nevoja për ndryshim shihet kudo, ajo është jetike për fatin e vendit. Koha e Ramës dhe sektit të tij ka mbaruar, theksoi Leskaj. Ndërsa kandidati për deputet i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore në qarkun e Vlorës, Edmond Fetau, tha se mungesa e ujit të pishëm dhe rrugët e amortizuara vazhdojnë të jenë plagë të hapura për zonën e Babicës, duke reflektuar një mungesë të theksuar të investimeve, por dhe përkujdesjes institucionale. Shpopullimi është një tjetër problem i madh. Të rinjt largohen për mungesë mundësish, ndërsa të moshuarit mbeten të vetëm në një fshat që po zbehet dita ditës. Banorët kërkojnë më shumë vëmendje dhe politika konkrete që të ndalojnë këtë trend dramatik që po prek jo vetëm Babicën, por gjithë zonat rurale të Shqipërisë, thot Fetau. Sipas kandidatit për deputet të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, një tjetër pikë e nxehtë është problemi me shpronësimet. Shumë prej banorëve ankohen për procese të padrejta apo të zvaritura ndër vite, shpesh me kompensim të drejtë apo të vonuar, çka rrit pasigurinë dhe pakënaqësinë ndaj institucioneve. Takimi, sipas demokratëve, u kthye në një pasqyrë të realitetit të dhimbshëm të jetës në Babicë, ndërsa solli dhe një apel të hapur për zgjim e për të përgjigjur me votë në zgjedhjet e 11 majit, u shpreh Fetau.